Shikues të nderuar, juftojmë të ndiqni edicionin e orës 15 të lajmeve. Presidentja Vjosa Osmani bëri të ditur se zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare do të mbahen më 28 dhjetor 2025. Zgjedhjet e reja i konfirmoi në një konferencë për media pas takimit konsultativ që pati paraprakisht me partitë politike parlamentare. Ju njoftoi fillimisht se për shkak se sot kam shpërndar kuvendin, automatikisht data 11 janar është përjashtuar si mundësi, sepse është jashtë afateve kushtetuese që do të më lejonin ta shfrytëzoja. Sa i përket datës 4 janar, jemi njoftuar që nëse zgjedhjet mbahen në janar, sipas legjislacionit në fuqi dhe me që nuk kemi tashmë buxhet të miratuar për vitin e ardhshëm, atëherë KQZ-s do t'i lejohej sipas ligjit të përdor vetëm 1/12 e buxhetit të saj, që i bjen maksimum diku rreth 1 milion apo 1.5 milion. Përderisa për këto zgjedhje është kalkuluar që mesatarisht do të kushtojnë rreth 8 milion. Pra zgjedhjet në këtë datë është praktikisht e pamundur të mbahen për shkak të pamundësisë që të shfrytëzohet buxheti në janar ashtu siç thot ligji. Kthehemi prandaj te dy datat e mbetura, pra 21 dhe 28 dhjetor, të cilat mund të bëhen sipas kushtetutës. Sot partitë politike janë deklaruar kryesisht për këto dy data në takimin konsultativ që e patëm. 8 parti sot janë deklaruar për datën 28 dhjetor, 5 parti janë deklaruar për datën 21 dhjetor, kurse 3 parti kanë thënë që cila do nga këto data është në rregull. Ju njoftoj se gjatë kësaj periudhe kam qenë po ashtu në kontakt me kryetarin e KQZ-s 3 herë, dhe kemi analizuar procesin e papërfunduar të zgjedhjeve lokale, si dhe procedurat që na presin për organizimin e zgjedhjeve nacionale. Zgjedhjet lokale nuk kanë përfunduar akoma sa i përket procedurës së certifikimit. Ekzistojnë pastaj afatet e ankesave, pas kësaj fillojnë procedurat e asgjësimit të materialit zgjedhor, pastaj procedurat e përgatitjes së platformës për shpalljen e rezultateve preliminare dhe asaj të numërimit, cilat duhet të ripërtrihen me parametrat e zgjedhjeve të përgjithshme. Para fillimit të fushatës, janë edhe një sër veprimesh e që janë regjistrimi subjekteve politike dhe koalicioneve dhe certifikimi i kandidatëve, hedhja e shortit, shpallja e fletë-votimit e veprimet të tjera. Për më tepër, duhen së paku 2 javë hapësirë kohore për mundësuar votimin jashtë vendit dhe duhet pasur parasysh që sipas ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme, shtetasve që jetojnë jashtë vendit duhet dhënë së paku 15 ditë afat me qëllim të aplikimit dhe regjistrimit për të votuar. Në mesin e të gjitha këtyre janë edhe procedurat tenderuese e çka jo tjetër. Pra të gjitha këto e bëjnë praktikisht të pamundshme edhe datën 21 dhjetor, jedimisht data 28 dhjetor është data që kam vlerësuar se mbetet data e vetme e mundshme, sado që edhe kjo datë paraqet deri diku sfida për KQZ-n. Leonit ju njoftoj se sipas rekomandimeve të Komisionit Evropian për reformën zgjedhore në Kosovë, të cilat janë publike, në rast të zgjedhjeve të parakoshme, KQZ-s duhet t'i japën së paku 2 muaj kohë për t'i përgatitur ato. Meqense ne në kushtetut e kemi të përcaktuar që afati maksimum është 40 ditë, atëherë si presidente e kam për detyrë që të jap afatin më të gjatë e jo afatin më të shkurt, në mënyrë që të kemi mundësi të eliminojmë së paku disa nga sfidat e organizimit të shpejt të zgjedhjeve, sado që po e përmend, jo të gjitha do të eliminohen edhe me datën 28 dhjetor, por me shpresën që KQZ-ja do ta bëjë të pamundurën që ato të organizohen në mënyrë të rregullt. Edhe një herë është fati keq për qytetarët dhe për Kosovën që sërish po detyrohemi të shkojmë në zgjedhje. Megjithatë, ky ishte vullneti i partive politike të dala nga zgjedhjet e nënshkurtit. Ju uroj suksese në këtë proces me shpresë që me njëherë pas zgjedhjeve e pa asnjë zvarritje të vetme do të kemi konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e qeverisë së re. Pas diskutimeve me presidentën Osmani, liderët e partive politike bën të ditur për kushtimin e tyre për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Kreu i partisë Guxo Faton Peci gjatë takimit me presidenten Osmani ka propozuar datën 28 dhjetor për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Presidentja bën mirë që prap ka pas një kërkesë dhe lutje për gjithë partitë politike që të shërtohet mundësia që sot të kishim edhe një seancë të radhës në mënyrë që të adresojmë disa prej problemeve që rrezikojnë kategoritë të caktuara me met pa paga, sigur që janë punonësit e radio televizionit Kosovës, mandej për mundësinë e zgjatjes buxhetore pas mungesës së vullnetit politik
të partive opozitare, PDK, LDK dhe AAK, presidentja nuk ishte zgjidhje tjetër përveç se të firmos shpërbërjen e Kuvendit të Republikës Kosovës, e që dihet që me automatizëm tashmë shkojmë në zgjedhje, pa diskutime të ndryshme rreth asaj se kur është opsioni më optimal dhe më i favorshëm për qytetarët e Republikës Kosovës. Ne si guxo kemi mbrojtur qëndrimin që data mes datës 21 dhjetor dhe datës 28, ne kemi preferuar datën 28. Arsyet janë të thjeshta për shkak se Komisioni Qendror Zgjedhor ende nuk ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve lokale. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza ka propozuar gjithashtu datën 21 dhjetor të përshtatshme për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të jashtëzakonshme. Kemi diskutuar për datat e mundshme për zgjedhje. Qëndrimi jonë si Parti Demokratike është edhe kemi kërkuar që data për zgjedhje të jetë data 21. Arsyet pse data 21? Për shkak se ne kemi pas një shtyrje të vazhdueshme, një blokad në krijimin e institucioneve, që bjen kryesisht mbi barë dhe përgjegjësinë e partisë që ka fituar numrin më të madh të votave, dhe vendi ka nevojë që sa më shpejt të ketë institucione. Edhe lideri i AAK-s Ramush Haradinaj ka propozuar 21 dhjetorin për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, ndërsa propozimin e partisë në pushtet që zgjedhjet të mbahen më 28 dhjetor e quajtën arrogancë dhe përbuzje për qytetarët. Sot u nënshkrua dekreti për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës. Nga ky takim fillon edhe koha për shpalljen e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë parlamentare. Kemi propozuar që të jetë dita e zgjedhjeve parlamentare 21 dhjetor. Mendojmë se në këtë mënyrë do t'ja fitojmë paktën një javë kohë vazhdimeve buxhetore që duhet ndodhin, që kush e dini, periudha e para vitit të ri, sepse pushteti po kërkon datën 28 dhjetor. Ajo periudhë është një periudhë shumë e çmuar e familjeve tona, e qytetarëve tonë, jo vetëm e pushimit, po edhe bashkimeve familjare, shumë ngjarjeve festive. Është një arrogancë nga politika, një lloj përbuzje, po e them ashtu, deri në ofendim, me ju shpall zgjedhjet me 28 dhjetor, pra në periudhën e pushimeve dimërore, e që pastaj me vazhdu, me mbet, me numrime, me rezultate, edhe... Kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Lima i ka ftuar qytetarët që të analizojnë mirë 9 muajt pas zgjedhjeve të 9 shkurtit dhe të ndëshkojnë ata që ishin përgjegjës për mos krijimin e institucioneve. Ai ka thënë se partia e tij do të jetë pjesë e zgjedhjeve të parakohshme, qoftë me koalicion e qoftë vetëm. Shpresoj që qytetarët e Republikës Kosovës, ashtu si që nuk e kanë pritur që do të përfundoj vota tyre, shpresoj që në zgjedhjet që vijnë do të kërkojnë llogari përgjegjësve kryesor të mos konstituimit të institucioneve të Kosovës. Sot ka qenë dashur, e tash në 9 muaj, thuaj çdo ditë ka qenë dashur me dalë me deklaru krijimin e qeverisë, ndërtimin e trupave të parlamentit, funksionimin e institucioneve. Fatkeqësisht kjo s'ka ndodhur. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thotë se nuk ka buxhet për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit. Sipas zëdhënësit të këtij institucioni Valmir Elezi, organizimi i një procesi të ri zgjedhor të paplanifikuar përbën sfidë për KQZ-n, por që siç thekson do të veprojnë në përputhje me mandatin kushtetues dhe ligjor që ka komisioni. A zotëri Elezi, sa është përgatitur KQZ-ja për një proces të ri zgjedhor, kur tashmë vetë se kaluam 2 procese të tjera brenda këtij viti? Natyrisht organizimi i një procesi të ri zgjedhor brenda një periudhe të shkurtër kohore përbën sfidë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe stafin e tij, veçanërisht për faktin se aktualisht jemi në përmbyllje të administrimit të zgjedhjeve lokale të këtij viti. Megjithatë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si çdo herë tjetër, do të veprojë në përputhje me mandatin kushtetues dhe ligjor, si dhe do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Por ka buxhet KQZ-ja për organizim të zgjedhjeve të jashtëzakonshme? Jo, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka mjete buxhetore për organizimin e këtyre zgjedhjeve. Pra është një proces zgjedhor i pa planifikuar të ndodhte gjatë vitit 2025.
Natyrisht se në mbledhjen e radhës të KQZ-s, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të miratoj planifikimin buxhetor dhe kërkesën buxhetore do ta përcjell për miratim në qeverinë e Kosovës. KQZ ka vepruar kësaj në çdo rast tjetër, pra edhe më herët, kur kemi pasur zgjedhje të parakohshme apo të jashtëzakonshme, pra të cilat kanë ndodhur pa planifikim. Sa mund t'i kushtojnë parafësisht zgjedhjet e jashtëzakonshme Kosovës? Keni ndonjë parashikim? Ende nuk është, do të thotë, i mbetet KQZ-s në mbledhjen e radhës që të bëj planifikimin buxhetor, do thotë ta miratoj një shifër, sipas së cilës do thotë me parafërsisht mund të dimë se sa do të mund të kushtojnë ky proces zgjedhor. Megjithatë, sipas të dhënave nga proceset e kaluara zgjedhore, për organizimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës të datës 9 shkurt, planifikimi buxhetor ka qenë në shifrën e 8.7 milion eurove, ndërkaq sipas raporteve të deri tashme shuma e shpenzuar nga këto mjete është 7.9 milion euro, ndërkaq për organizimin e zgjedhjeve lokale, raundin e parë, 12 tetor dhe të dytë me 9 nëntor, shuma planifikuar ka qenë vlerën e 10.5 milion eurove dhe aktualisht nuk kemi ndonjë raport se sa nga këto mjete janë shpenzuar. Nëse do të ketë një planifikim të ngjashëm, pak a shumë të ngjashëm, kjo mbetet të shihet në mbledhjen e KQZ-s, sepse rëndom në momentin kur shpallet data e një procesi zgjedhor, një nga detyrat e para që bën stafi i KQZ-s është që të hartoj një planifikim buxhetor për mjetet e cilat janë të nevojshme për të organizuar zgjedhje. Po cilat janë vendimet e para dhe veprimet e para të KQZ-s pas shpalljes së zgjedhjeve? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në momentin kur shpallet një proces zgjedhor, një nga veprimet apo vendimet e para që merr, përveç planifikimit buxhetor, është edhe vendimi për afatet kohore, më saktësisht do thotë për miratimin e planit të aktiviteteve. Meqense këto janë zgjedhjet të cilat duhet të mbahen brenda një periudhe të shkurtër kohore, atëherë sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, KQZ ka të drejtën që të shkurtojë afatet kohore dhe t'i përshtas në varësi të rrethana, do thotë t'i përshtas sipas ditëve që ka në dispozicion për të organizuar të gjithë këtë proces zgjedhor. Në këtë plan të aktiviteteve, KQZ do të caktoj periudhën se kur partitë politike mund të formojnë koalicionet e tyre, pastaj koha se kur subjektet politike duhet të dorëzojnë listën me kandidatet garues në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës, si dhe do të caktoj fushatën zgjedhore. Po ashtu, KQZ në këtë vendim të parë, ta themi kështu, sa i përket procesit zgjedhor, është edhe të caktoj periudhën e regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës, pastaj kohën se kur të njëjtit mund të votojnë përmes postës, kur zhvillohet votimi në përfaqësi diplomatike, si dhe afatet që kanë të bëjnë me akreditimin e vëzhguesve. Faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit juve. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka shkarkuar Besim Kelmendin nga pozita ushtruesi të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Për shkarkimin e Kelmendit votuan 5 antar. Në mbledhjen e Këshillit Prokurorial të Kosovës u vendos që Agron Çalaj të emërohet ushtrues detyre i kryeprokurorit të shtetit. Kelmendi u shpreh se ka një organizim të brendshëm të Këshillit Prokurorial për shkarkimin e tij. Sot nga zëvendës kryesuesja e Këshillit Prokurorial doli një propozim i saj, të cilën kjo e lexoj, por nuk e di se kush ja ka shkruar. Ndoshta ja ka shkruar ai që është zëvendësi i tyre në media. Një i vetëm. Mirë është. Kështu. Dhe e dyta, kam dëgjuar shumë mirë kur ke folur. Për arsye se jeni duke ofenduar. Kam dëgjuar shumë mirë. Jeni duke lëshuar në ofendime personale dhe dikush pjesë, nëse është dikush pjesë e grupeve, atëherë je tregon je se pjesë të këtij grup. Ju keni konflikt të pastën të interesit me mua për shkak se për interesat tua personale ngrit këtë çështje. Ju e dini kërkesën që keni bote unë dhe unë e kam refuzuar dhe ti e ke ngrit këtë çështje në kolegiumin në takimin e këtij këshilli të kaluar dhe dini sakt për çdo gjë që keni ardhur në zyrën time dhe ju e dini sakt për çka keni kërku. Fjalën time s'mund ta kërkoj për Shqipdan Fazliun që ke bë kërkesën, do ta kam refuzuar. Qytetari duhet ta di
se këtu po bëhet një luftë për të bërë reforma në sistem drejtësisë ose për të mbetur ky sistem në dorë të një individi i cili mendon që ka të gjithë pushtetin në sistemin prokurorial. Ka ardhur koha e fundit që ky njeri ta kuftoj se ka ardhur koha për një sistem prokurorial të ndershëm, për një sistem prokurorial që ka fuqi për ta mbrojtur kushtetutën edhe ligjin. Andaj, keni parasysh, sepse do të isha shumë i lumtur, sikur të mos kisha qenë kur pjesë e këtij këshilli prokurorial. Edhe kur njët nuk jam di ma keq se sa këto ditët e fundit, kur është bë plani për largimin tim nga kjo pozitë. Dhe ka qenë shumë e lehtë për mua që të ofroj një dorëheqje. Shumë e lehtë. Gjë më të lehtë s'ka pas. Por duke parë gjithë këtë plan, këtë strukturë të një grupi të caktuar të njerëzve, kam vendosur që deri në fund, të mbes stoik në qëndrimet e mia për të ruajtur sistemin prokurorial dhe prokurorin e shtetit. Vazhdojmë me lajme të tjera. Kompania Qendra SHPK që mban në linjën 3A në trafikun urban të kryeqytetit paralajmëron se shërbimi i saj rrezikon të ndalet për shkak të mos pagesave nga ana e komunës së Prishtinës tash e 7 muaj. Komuna ndërkaq i bën thirrje qeverisë për zhbllokim të buxhetit për të kryer obligimet ndaj kompanive kontraktuese. Kompania Qendra 2 SHPK, e cila mban linjën 3A të autobusëve që bëjnë transportin e udhëtarëve në kryeqytet, tash 7 muaj nuk kanë marrë paga nga Komuna e Prishtinës, e cila nuk i ka përmbushur obligimet që figurojnë në kontratë. Drejtori i kësaj kompanie, Ismet Haliti, thotë se përpasojë të kësaj bllokade financiare, Qendra SHPK nuk po arrin të mbulojë shpenzimet bazë si pagat, karburantet dhe mirëmbajtjen teknike. Kështu që prej mujt maj e kënej nuk kanë bo pagesë, nuk besoj që nuk ka problemin mes neve dhe komunës, po problemin që s'ka buxhet. Është problemi ma tepër politik nështë se sa problemi jone, po që i problem politikin mes qeverisë qendrore dhe komunës, po sjell pasojat e qytetarët të na si kompani, kështu që nga qershori nuk e kem pagu asnjë cent të naftit, domethënë jemi hi bërës diku në 103.373 euro për çdo kohë. Kem bërës naft, i kem 52.636 euro paga bërës i kem, kështu domethënë se s'en pagu nga qershori. Për maj i kem marrë një overdraft në bank, kështu që me maj e kem kry me overdraft, jo me tyret të komunës. Na edhe ashtu jem në gjendje shumë tranë, qështë se disa muaj, po deri në momentin e fundit, deri sa të nalet nafti, ose kur s'kem jetë, kemi mundu me shërbyer qytetarit edhe me përmbush kontratën, edhe pse pa pagesë, po nëse s'janë mundësit, normalisht që një ditë, nështë nëse vazhdo kështu duhet të me ndalë shërbimin. Ndërsa Komuna e Prishtinës i bën thirrje qeverisë së Kosovës dhe të gjithë aktorëve përgjegjës që të ndërmarrin veprime të menjëhershme për zhbllokimin e buxhetit komunal. Atëherë kemi marrë shqetësimin e fundit lidhur me kompaninë Qendra dhe jemi ndjeni, bashkëndjehemi jo vetëm me kompaninë Qendra, por me të gjitha kompanitë të cilat sigurojnë transportin urban komunitetit. Ju themi sinqeriteti më të madh se për Komunën e Prishtinës transporti publik është esencial për marrëvajtjen e lëvizshmërinë e komunitetit tonë. Sigurisht se kjo momentalisht është jashtë kompetencat të komunës. Kryeqyteti ju e dini për pengesat që i kemi në buxhetin e kryeqytetit edhe mundësitë që sa më shpejt edhe me nivelin qendror të mund të zhbllokojmë edhe pastaj do të kalojmë në pagesa të gjitha të cilat janë akumuluar që disa kohë. Gjitha kompanitë kanë tregu një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me kryeqytetin, edhe kanë qenë edhe pranë komunitetit dhe qytetarëve, andaj ju siguroj të gjithëve se në mundësinë e parë do të kryejmë pagesat dhe do të vazhdojmë tutje me veprimet. Nëse ky problem financiar nuk zgjidhet shpejt, ndërprerja e linjes 3A pritet të krijojë vështirësi të mëdha për mijëra qytetarë që përdorin autobuset e saj në kryeqytet.
Ju falenderojmë për vëmendje dhe miropafshim.